Në shënim të përvjetorit të 90 të shkrimtarit Agim Gjakova, në ambientet e kinemas Hyrie Hana janë shfaqur sot 2 filma shqiptar, Nusja dhe Fundi i një gjakmarrje, si një mundësi e mirë për të sjellë në kujtesën kolektive sekuenca të kinematografisë shqiptare. Ne jemi të gjithë dëshmitar që poeti, shkrimtari, skenaristi i mirënjohur Gjakovar Agim Gjakova ka dhënë një kontribut të paqëmuar, prandaj ky aktivitet në vazhdën e 90 vjetorit të lindjes së tij është mjaft i qelluar. Për gjeneratat tona dhe gjeneratat e mëhershme, kjo është një ndjesie e jashtëzakonshme sepse ne jemi rrit me filmat e kinostudios Shqipëria e Re, edhe pse atëherë në kushte dhe rrethana mjaft të rrezikshme, por kjo është një ndjesi shumë e veçantë. Profesori Shefqet Dinaj gjithashtu tha se shkrimtari Agim Gjakova është emër i njohur në letërsinë shqipe dhe pjesëmarrja e qytetarëve në këtë ngjarje kulturore do duhet të ishte më e madhe. Shpreh habin se si është e mundur që kaq pak njerëz të marrin pjesë në një aktivitet të tillë, kur e dim kontributin për vite me radhë që ka dhënë Agim Gjakova në sferën e kulturës, në sferën e letërsisë dhe në gjitha lamit tjera. Kino Hyrie Hana vazhdon të jetë një dritare e hapur për të gjithë filmdashësit e secilës moshë, e gjithsesi edhe për adhuruesit e filmave shqiptar dikur dhe sot.